Nëse ju rrullosen gishtë të rinj pas një dushi të gjatë, e vërteta do ju befasoj. Thuaj se çdo njeri e ka vërejtur që pasi të bëjë një dush të gjatë ose të freskohet në pishinë, gishtë të rinj të rrullosen dhe duket sikur të gjithë njerëzit mund të moshohen. Por a keni menduar ndonjëherë pse ndodh kjo? Për dekada të tëra shkencëtarët kanë besuar se ky reakcion është shkaktuar nga epiderma, shtresa jashtme e lëkurës e cila absorbon ujin përreth saj. Sidoqoftë, në vitet 1935, një grup shkencëtarësh të cilët kishin kryer testime të shumta laboratorike kishin zbuluar se ky reakcion nuk ndodhej kur dëmtohej ndonjë nerv në gishtë të rinj. Ato kishin rënë në përfundimin se rrullat ishin vetëm reakcione sistemit autoimun nervor të trupit. Në fakt, neurologët sugjerojnë se shfaqja e rrullave mund të ketë edhe funksion evolucioni, pra ato mund të ndihmojnë në gishtë të rinj të mos rrshqasin kur kapin sipërfaqe të lagura.